Pyetje kam thot, çfarë do të bëni ju për të kthyer emigrantët në atë dhe? Do të thënë, çfarë plani keni për të kthyer emigrantët në atë dhe? Nasip Ndreu, pyet. Nasip Ndreu. Profesor? Nasip, faleminderit për pyetjen. Emigrantët janë zemra pulsuese e shtetit shqiptar nga pikpamja ekonomike, sepse me emigratancat e tyre ato kanë mbajtur shtetin në kuptimin e popullsisë, po edhe të një pjesë të rëndësishme të ekonomisë së shtetit e kanë mbajtur në këmbë në ditët më të vështira. Po na japin ne zemër për të vazhduar përpara këtë mision. Pra emigrantët janë një sektor i jashtëzakonshëm, janë një sektor i jashtëzakonshëm. Dhe me çfarë kemi parë se ky rrugtimi në diasporë na ka mësuar edhe diçka tjetër. Personalisht ne e dinim që shqiptarët shkëlqejnë, por se shkëlqejnë kaq lart e mësojmë çdo ditë, sepse takojmë atje njerëz të mrekullueshëm që punojnë, pra janë menaxher të kompanive më të mëdha, janë menaxher të sektorëve publik të shteteve ku ato jetojnë, janë integruar në mënyrë të jashtëzakonshme dhe ndonse ato kanë shtetësi, kanë rroga të mrekullueshme, janë integruar përsëri, kanë vëmendje dhe pyesin për Shqipërinë. Për ne, emigrantët janë... Tani ti shpjegojmë me pika konkretisht se këto vlen dhe për brenda vendit, po dhe për emigrantët cilët duan që këtu të ndërtohet një vend normal. Më mirë flasim me... E para një, për të gjithë ata shqiptarë, përfshi këtu dhe emigrantët që duan të hapin biznese në atë dhe, për bizneset me xhiro deri në 20 milion lekë të reja, thë ndryshe 200.000 euro, do të përjashtojnë nga tatimi mbi fitimin. Pra do të lihen të vrapojnë, urdhë. Dhe për bizneset deri në xhiro 20 milion lekë, pra 200.000 euro, do të ndalohet me ligj që tatimorët të shkojnë pranë këtyre bizneseve. Sepse ne i konsiderojmë grupe të strukturuara në një pjesë shumë të madhe që shkojnë dhe zhvasin qytetarët. Këtu nuk do të them që të gjithë tatimorët janë të tillë, patjetër. Por sistemi që është ndërtuar aty është i tillë, dhe ky është fakt. Ata punojnë të tatimeve që janë të ndershëm, sigurisht që do të vlerësohen në bazë të performancës së tyre. Së dyti, pra ajo është e para. E dyta, energjinë elektrike do ta ulim sa Kosova. Nuk do ketë në Republikën e Shqipërisë tarifa më të larta se ato në Republikën e Kosovës. Sa kohë Kosova mundet, Shqipëria mundet që çke me të. E treta, do të bëjmë investime në arsim, sepse arsimi është baza e zhvillimit të një shteti dhe kjo është një arsye pse shqiptarët nuk vinë atë dhe ose ikin. Në 24 muajt e parë, 5% e prodhimit kombëtar bruto do të jetë e investuar në arsim, nga 2.8% që është si mesatare, si vjet 2.39 ka qenë në fakt, dhe në 48 muaj do ta çojmë në 7% prodhimit kombëtar, duke krijuar gjithë infrastrukturën e nevojshme që shkova të jetë një vend për dije dhe jo të jetë një vend ku njerëzit shkojnë sa për të thënë. Tjetër, nafta. Do të heqim taksën e qarkuimit 27 lekë për litër dhe tarifat e tjera që mund të jenë ajo ngjyrosjes ose të tjera se janë ndrojnë emrat këta, 5 lekë për litër. Në total do të ulet çmimi i naftës me 32 lekë për litër. Dhe kjo do të ndodhë brenda 30 ditëve nëse ne vim në qeverisi. Taksat dhe tatimet. Do të kemi në Republikën e Shqipërisë vetëm një tatim. Do hiqen këto me fasha e këto me progresione me progresive. Jo, 10% mbi fitimin. Dhe deri në 10% të vlerës së TVSH-s do ta rimbursojmë për qytetarët në lidhje me llojin e kategorive të produkteve që ata blejnë. Bleve vezë, bleve qumësht, bleve oriz, bleve djath, bleve buk për të ushqyer fëmijët. Po, do mbledhësh fatura dhe në fund vitit shteti do t'jap pas 10% të vlerës të TVSH-s. Për këto 10%. Ke bler 1 milion lek ushqime bazë të shportës, në dhjetor 100.000 lek do t'i marrësh pas. Ke bler 10 milion lek, në dhjetor 1 milion lek do t'i marrësh pas. Ke bler lavatriçe, po nuk do marrësh 10%, do marrësh 6%, sepse do jetë në raport me rëndësinë që ka produkt. Patjetër. Ajo që unë dua të